Një levë e Serbisë në Kosovë. Personat e tillë duhet të arrestohen. Ky para se me qenë një sulm ndaj një komuniteti fetar, është një sulm në themelet e kombit. Nëse je kundër muslimanëve, domethënë ti je kundër shqiptarizmit. Ti ka rrënjët sporin në ideologjinë e Enver Hoxhës. Shënjestër.net. Një gjë tmerrsisht keqe nga ana e institucioneve të Kosovës, prokurorisë, e cila nuk ka reaguar deri më tani në radhë të parë, edhe institucioneve të tjera, sepse kjo nuk është një gjë e cila duhet të neglizhohet. Një thirrje kaq e hapur kundër një komuniteti fetar, cili do komunitet, është një vepër penale e kodifikuar në Kodin Penal të Kosovës, edhe cila është dashur që të reagohet më njëherë dhe personat e tillë duhet të arrestohen. Absolutisht që të mos lejohet që numri i atyre të cilët bëjnë postime të tilla edhe përfaqin një urrëtie të tillë të mos rritet dhe të mos i bëhet i rrezikshëm për shoqërinë. Ky para se me qenë një sulm ndaj një komuniteti fetar, është një sulm në themelet e kombit. Nëse je kundër të muslimanëve, domethënë ti je kundër shqiptarizmit. Edhe po njëjta gjë është edhe në rastin e Kosovës. Edhe kjo shpërfaqje kundër islamit i ka rrënjët sporin në ideologjinë e Enver Hoxhës. Enverizmi është pjellë e ideologjisë kombëtare serbe. Enverizmi është mbjellë në Shqipëri thjesht për ta shkatruar kombin shqiptar, për ta arritur që Serbia ta dominojë, ta ketë në nënçmërim Kosovën. Ka lind, domethënë, sikur ka lind Partia Komuniste e Shqipërisë, është krijuar nga Partia Komuniste Serbe. Është krijuar nga serbët. Edhe kur Serbia bën një luftë speciale kundër Kosovës, kundër shtetit të Kosovës, ajo e bën edhe përmes, domethënë, duke shfrytzuar këtë ideologji të vjetër. Thjesht kjo është një levë e Serbisë në Kosovë, e cila ka për qëllim, domethënë, thjesht me shkatrue substancën kombëtare në radhë të parë, sepse Serbia, madje edhe vende shumë të fuqishme se sa Serbia nuk kanë çka i bëjnë islamit në përgjithësi. Edhe sikur të shkatrojnë këtë shqiptarët, se çaj sa ka musliman në Kosovë, brenda një muaj lindin musliman në botë, a brenda 3 muajve vdesin çaq musliman në botë. Brenda 3 muajve vdesin në botë musliman çaq sa ka Kosova, ose lindin brenda një muaj. Kështu që kjo është një pikë ujë në oqean, por nuk ka të bëjë kjo me islamin në radhë të parë. Kjo ka të bëjë thjesht me Kosovën, ka të bëjë me shqiptarët, dhe ky është sulm ndaj tyre, dhe kështu duhet të kuptohet, dhe prandaj duhet që institucionet e Kosovës të reagonin menjëherë dhe ashpër ndaj kësaj, dhe më habit fakti pse prokuroria pret që dikush me bë kallëzim penal, në ndërkohë që ex officio do duhej që menjëherë të ndërminin masa ndaj kësaj dikurie. Shënjestër.net